Ju lutem, kemi bërë thirrje vazhdimisht për të bashkëpunuar me policinë e shtetit, për t'u evakuuar nga shtëpitë të cilat janë pranë vatrave të zjarrit këtu në malin e Kryes. Ju lutem, e kuptojmë që pasuria, prona e vënë me shumë mund dhe me kursimet tuaja të gjithë jetës janë të shtrenjta, por nuk ka gjë më të shenjtë se sa vetë jeta. Lutem, bashkëpunoni me forcat e policisë, evakuoni më njëherë banesat tuaja. Kjo është për jetën tuaj, për jetën e familjarëve tuaj dhe për jetën e oficerëve të policisë, të cilët duan më të mirë për ju dhe familjarët tuaj. Thirrja jonë është vetëm për ju lutem, bashkëpunoni me forcat e policisë, bashkëpunoni me forcat e armatosura për evakuimin nga banesat, ndërkohë që siç e shikoni ne jemi këtu, kemi marrë çdo mas në mënyrë që të parandalojmë sa më shumë për hapjen e flakëve të zjarrit, por jeta juaj është prioritet, jeta e çdo qytetari është prioritet. Ju lutem, dëgjoni thirrjet e forcave të armatosura dhe të policisë shtetit për evakuimin nga banesat, ndërkohë që ne jemi këtu duke luftuar dhe mitiguar çdo kohë këtë zjarr masiv që është përhapur në malin e Kryes. Ju lutem, kemi bërë thirrje vazhdimisht për të bashkëpunuar me policinë e shtetit, për t'u evakuuar nga shtëpitë të cilat janë pranë vatrave të zjarrit këtu në malin e Kryes. Ju lutem, e kuptojmë që pasuria, prona e vënë me shumë mund dhe me kursimet tuaja të gjithë jetës janë të shtrenjta, por nuk ka gjë më të shenjtë se sa vetë jeta. Lutem, bashkëpunoni me forcat e policisë, evakuoni më njëherë banesat tuaja. Kjo është për jetën tuaj, për jetën e familjarëve tuaj dhe për jetën e oficerëve të policisë, të cilët duan më të mirë për ju dhe familjarët tuaj. Thirrja jonë është vetëm për ju lutem, bashkëpunoni me forcat e policisë, bashkëpunoni me forcat e armatosura për evakuimin nga banesat, ndërkohë që siç e shikoni ne jemi këtu, kemi marrë çdo mas në mënyrë që të parandalojmë sa më shumë për hapjen e flakëve të zjarrit, por jeta juaj është prioritet, jeta e çdo qytetari është prioritet. Ju lutem, dëgjoni thirrjet e forcave të armatosura dhe të policisë shtetit për evakuimin nga banesat, ndërkohë që ne jemi këtu duke luftuar dhe mitiguar çdo kohë këtë zjarr masiv që është përhapur në malin e Kryes.